edhe s'ka një orë që ka dalë kështu nga furra për promovimin e këngës Çam Prizreni, edhe të ftuar në studio kemi një gjakovar që ka dalë në Prizren, për thënë drejtën, ne ke emrin. Mirë se ke ardhur. Mirë se gjeta, faleminderit shumë. Dhe një gjakovar tjetër tha, me një herë ma ngjite si gjakovar. Që ka dalë, është realitet. Është masë e vërtet, gjyshi jonë ka dalë para 80-100 vitesh, dhe na i kemi qenë Prizren, po normal, jemi me preardhje jemi nga atje. Po edhe jemi afër. Mirë, Nege, thash që një orë kështu faleminderit që ke ardhur, edhe do ndash me ne krejt këngën, edhe një titull interesant, Çam Prizreni, ne Prizrenin gjithmonë kështu e dim si të gëzuar edhe gjithmonë, po kështu Çam Prizreni, kështu si titull, duket që është një balada, apo jo? Pikërisht. Pas shumë viteve, nështë 4 vite, ose 4 ose 5 vite plus minus, tash nuk po e di sakt, e nxora një balad. Viteve të fundit, do më thonë, gjatë gjithë kohës kam qenë i angazhuar në përdasma, në përmramje atmosferike, këngë që i kom nxjerrë mundu potpurime qenë, kështu krejt atmosferë, edhe pa ta hyrë në atë vallën e atmosferës, vallën e këngëve atmosferike popullore, dhe rastësisht para 2 vite faktikisht e kam kompozuar këtë këngë, tekstin e pata shkru, dhe vendosa që të rikthehem pak baladave, se shumë njerëz të më thonë, ktheje prap, bona ndaj balad, edhe vendosa këtë janar të ftoft ta nxjerrë edhe një këngë të re, e cila i dedikohet Prizrenit. Titulli është normalisht e përmendet i Çam Prizreni. Për herë të fundit i kam këndu qytetit në vitin 2007, nëse nuk gaboj, në festivalin Zamboku i Prizrenit, pa ta fitu vendin e parë atëherë me këngën qyteti im, e tash po thuj se pas 20 viteve prap i këndoj Prizrenit, vendit ku kom kalu fëminin, jetën tem. Uroj që ata që shiqojnë ta pëlqejnë, do më thonë gjithë shikus, mirë po besoj që do t'jetë një balad shumë emocionale, sidomos për qytetarët e Prizrenit, sidomos për ata të cilët kanë pas dashurit në Prizren, ose edhe i kanë, edhe sidomos për ata që nuk jetojnë fare në Kosovë, në shtanë diaspor, që kanë pas në një lidhje me Prizren. E thuhet që me piju i Shadërvanit, aty dashurin e ki gati, ja? Shtu thuhet, që është cjell fat. Ka qenë një thonje, ende vazhdon tjetë, nuk e di sa është të vërtet, mirë po, kur kemi qenë në 3, gjithmonë ekskurzionet kur vishin, në Prizren, në priqim të qeshmi aty, e Shadërvanit, edhe kur vishin vajzat e reja me pi ujë, thë që mos u mundo me pi ujë, që ku jemi, këtu në rregull. S'ka nevojë me pi, ja? Kjo për shkak ka qenë një kohë interesante dhe përdorshim në rinia atëre, por që Prizreni i ka dashurin e jo vetëm në Shadërvan, po e ka në çdo kaldërm, në çdo pjesë të qytetit, vetvetiu lind dashuria aty. Tash për pak do ta shohim edhe do ta dëgjojmë këngën, po du me undalje përmende që i ke këndu shembull qytetit para shumë viteve, edhe tash kam përshtypjen që gjithmonë artistët kur këndojnë vendeve të tyre, në këtë rast vetlindjeve, është pak më përgjithësi ndoshta për shkak edhe që aty jeni rritë dhe aty keni gravitu kështu me kohën, po sa është e vështirë kështu me mja qëllu në kuptimin që me përqume sa është një fëmijë, të një mosh kështu të mesme dhe pak më të vjetër që gjitha ata kështu me undi mirë që vijnë nga ai qytet respektivisht tash nga Prizreni. Po është përgjithësim duket, pak është definitivisht një përgjithësi shumë e madhe në këtë rast, domethënë në këngën kur kam pas bë 2007 në qytetim, aty i kam këndu domethënë 100% qytetit. Tani i kam këndu dashurive të humbura, dashurive që lindin në Prizren, dashuria që Prizreni e ka një gjatë që gjurmë të mbesin në të. Nuk e di se si, mirë po kur kam edhe vargje tash do t'i ndëgjojmë, do t'a shohim, kur e kam thënë që në çdo kaldërm të Prizrenit ngelin edhe gjurmët e dashurisë. Kjo është një përgjithësi, ndoshta sa do kudo na që kemi jetu aty, një farë forme edhe ndjejmë. Ata që nuk jetojnë ndoshta aty, e ndjejnë pak më pak,
megjithatë ne e ndjejmë pak më shumë, dhe unë mendova që një moment i duhur që t'i kënoj dashurisë përsëri pas një kohe që kam qenë shumë në atmosferë, dhe mendova ta dhuroj një balad. Me këtë rast po du më lejo ta falenderoj Elsa Production, ata të cilët idenë time që kam pas në kokë, mund të them 100% e kanë realizuar në video, që do ta shohim tani. Dhe biseda jonë ishte kështu e gjatë me ta, për ta nxjerrë atë emocionin që unë e kisha brenda, derisa sa i përket këngës se kam punuar në tërësi këtë herë si kantautor vet, por që mendoj që ky dimër dhe kjo kohë pak e ftohtë ishte momenti që ta realizoj një këngë, ti këndoj dashurisë dhe prizrenit. Mirë, flasim pastaj pak edhe për tekstin edhe atë që e thatë edhe po propozoj, pasi që ka një orë që është promovu, dhe besoj, por nuk di ndonjë kanal kështu, a është promovu, të falenderoj shumë që ke gjetë Radio Televizionin Kosovës në këtë rast emisionin Pasditës që ta promovojmë së bashku. Kështu që të nderuar shikues, po e dëgjojmë projektin më të ri të Neke Emrës, Çam Prizreni. Si të këndoj unë në këtë... E bëm kështu këngën më të re, Çam Prizreni, një klip shumë i bukur, urime Niki. Faleminderit shumë. Edhe për klipin edhe me të vërtet shumë i bukur. Më boni përshtypje kush ke ai qip, po më tregoi që është pjesë e familjes apo janë pjesë e familjes. Po, është konkretisht është vajza e Agjës me bashortin. Janë një çift i mrekullueshëm, janë një çift jashtëzakonisht bukur dhe mbi të gjitha janë super të mirë, edhe rastësisht një foto e tyre publikume një ditë para se ta nisi xhirimin e klipit, ishte pa ngjyra, ma dha idenë që t'jem pjesë edhe ata të videoklipit, kështu që po du mi falenderu publikisht, edhe është një kënaqësi për mu që i kom edhe pjesën e familjes brenda videos, kështu që do t'jeta një kujtim i bukur edhe për ta, erdo kur, nesër mas nesër, kur të plakëmi, do t'jetë një kujtim i këndshëm, mendoj. Më bojnë përshtypje, Bardhë dhe Zi, klipi kemi pa kështu pak kohëve të fundit. Ka qenë ma herët, po gjithmonë e ka atë madhështinë e vetë kështu kur të bëhet Bardhë dhe Zi, dhe një qytet kështu që është i vjetër Prizreni, pëse që të është lidhë. Kush ka qenë ideja? Ka qenë e jotja, e produksionit? Po, ideja e videoklipit ka qenë e imja. Unë kam kërku që tjetë Prizreni Bardhë dhe Zi, dhe them drejtën, kërkesa ime kryesore ka qenë që tjetë çdo detaj, jo më të inqizohet ura gurit, nga se o inqizohet ekstremisht shumë, ose ku e di unë e kalaja e gjitha këto, po kam kërku detaje nga Prizreni, kështu që ata kanë arrit 100% me realizu. Arsyeja pse Bardhë dhe Zi Prizreni jo një qytet romantik, është një qytet i lashtë, dhe vetë kënga është një histori në veti. Historitë zakonisht mbeten në mendje Bardhë dhe Zi, nuk kanë shumë ngjyra. Po, po që janë madhështore kështu, me të vërtetë. Definitivisht e rrisin atë emocionin. Ngjyra Bardhë dhe Zi vetë e rrit atë ndjenin e mbrëmshme që ta jep një kujtim. Deshte s'deshte. Edhe kur i kujton gjanat në jetë, njeriu kryesisht pa ngjyra i kujton. Dhe kjo ka qenë arsyeja pse kam pas dëshirë që të jetë Bardhë dhe Zi në këto momente. E përmendë pak a shumë edhe më herët tekstin, po që me të vërtetë ishte shumë i bukur, edhe thatë që ka edhe përgjithësi, sa pate e vështirë, kështu me gjitha ato që i pate se gjithmonë kështu artistët problemi më të madhe kanë kështu të tekstit derisa të binë të ajo që të shërojnë me sjellë para publikut. Po, unë i shkruaj tekstet shpesh kur kam emocion. Më vjen një moment i caktuar, më ulna, e marr lapsin dhe shkruaj. Kur kom nis me shkruaj këtë këngë, ka ardhur moment ka ardhur, dhe çdo fjalë që është e shkruar aty është e bazuar normalisht në eksperiencat jetësore tonat, dhe ndjena mirë që ndonjëherë ato i kapitalizojmë, i qesim në letër,
Dhe tu I mendu edhe eksperiencat e miqve, shokve, për rreth, gërshetohen dhe krijohet një histori. Kur kom nis me shkru, është një fjalë aty thot që një farë forme kam thonë kur du mi këndu dashnis, edhe nëse qaj, mos më gjykoni nëse qaj. E them në tekst, nga se çdo dashni bazohet në një dhimbje, dashni, normali dashni e humbur, bazohet në një dhimbje, dhe edhe nëse qajmë, atëherë mos qeshin të tjerët me ne. Dhe kështu ka fillu normalisht shkrimi I kësaj kënge, dhe kam realizu normalisht këngën, kam kompozu, dhe në fund këtë herë e kam marrë guximin edhe e kam orkestru komplet vetë, dhe një farë forme e përmbylla muzikalisht, e përmbylla vetë këtë projekt, kam qenë kantautor, uroj që njerëzve t'ju pëlqej, do më thonë dëshira, qëllimi unë është që ta lujmë një vepër që nesër mas nesër dikush ta vlerësoj, ta pëlqej, ta ndëgjoj besa, nëse tash e ndëgjojnë, ose pse jo dhe mas 50 viteve me ndëgju kur ne s'jemi në këtë botë. Negi ka fillu mirë viti, apo jo? Besoj me këtë projekt e ke mëndu kështu, në fund vitit që të startosh kështu me njerë kështu, apo thjesht? Jo, nuk e kam mendu absolutisht. Arsyeja pse po them se kam mendu, nga se nëntori dhe dhjetori ka qenë nga nëntor dhjetor më të ngarkum ndonjëherë në gjithmonë po them kështu, po çdo vit po vjen po intensifikohet më shumë puna dhe ngarkesa tu pas parasysh xhirimet e vitit të ri, mramjet e fund vitit, disa angazhime personale, shumë gjëra kom pas nëntor dhjetor dhe vendosa tash në janar vetëm du me pushu dhe u ktheva në Prizren, tash shkoj 3 disa ditë atje, edhe nuk du me bo asnjë gjë. Mirë po momentin kur unë u ktheva atje, kur shkova atje, tu lëviz, tu ec, mu rikthy kjo këngë, në mendje që kisha, unë këtë e kom pas, tash e 2 vite e kam këtë këngë, dhe familjar fillun pse nuk e nxjerr këtë këngë, shumë e bukur, gjuna nxjerre, edhe thash okej, hajde pe boj. Do me thonë edhe momentet kur unë thom, jo nuk po du me bo kur gjo, po du me pushu, unë prap nuk po muj me pushu, s'po muj me nejt me një vend, edhe ja e nëzora edhe një projekt të ri, që jo mi lumtur që dull një projekt I till, dhe nuk nalna, e kom një natyrë luftarake, po kjo është puna dhe jonë, nuk është në një mrekulli, është një punë që na e bojmë gjithmonë. Mirë, vitit ashtë po të pësë për plane, se më thu nuk kam plane mas një del ty të qka, po qysh e vërtet, po qysh e mendon tash këto muj, normalisht fillojnë edhe ato mramjet, kështu tash duke ardhë, kështu më nxet. Po unë tash viteve të fundit jam shumë I fokusum kryesisht në përdasma, e di që kjo është një kontrast I jashtëzakonshëm me ato çka tani duhet të las, por që ndonjëherë duhet njeriu edhe me u ndalë dhe me ndëgju muzikë. Këtë vit normalisht që planet janë që do ta kemi një sezon shumë të ngarkume. Do të ketë edhe projekte të reja, patjetër që mramjet her pas here nuk do t'i ndali, megjithse I kam reduktuar në numrin maksimal mramjet dimrore, por që fokusi do t'jetë te çiftet e reja që do t'i martojmë këtë vit, dhe me ta gjithë kësaj kohe po takohem me çiftet e reja të cilëve do t'ju këndoj, po bëjmë planet se si do të shkojnë dasmat e tyre, dhe normal projekte, si që thash. Është një vit që po na pret për para, që uroj të shkoj sikur se viti kalum paktën, ose edhe më mirë, pse jo, po të paktën tjetë sikur se viti kalum, do t'jem shumë I kënaqur. Besoj që edhe shpresojmë që ta kemi shëndetin në të shkon sa më mirë. Ne kemi të falenderoj shumë, edhe që ke ardhur në studio, po edhe që e kemi përmbuar këngën së bashku. Është kënaqësi, Radio Televizioni Kosovës gjithmonë ka qenë një nga mbështetësit edhe një nga televizionet që unë I kam për shefi. Dhe projektet e reja gjithmonë I kena promovu edhe në emisionin tuaj. Faleminderit shumë për ftesën, edhe të uroj ty çdo të mirë, edhe të uroj ty si një djalë super I mirë që je. Mos po them si gazetar shumë I mirë që ajo dihet, e shohin gjithë, po je edhe një super djalë, ti tregojmë gjithë që po na shiqojnë, që të uroj sa më shumë suksese, e ata që na
shiquan, uroj që ta kem pëlqyer projektin e fundit timin. Te Mediana kishe qenë martes, kështu që edhe të unë të ardhme nuk I dihet, Ta kom thonë në emisionin kaluar ti harua, po? E vërtet, jo s'kum harru, për atë ta kujtova. Veç po presim se di kur e ki dasëm, veç të po presim. Kur të është kismet. Faleminderit shumë. Ishte kënaqësi. Faleminderit. Të nderuar shikues,